Bu CHI. Po. Gjithsesi, sot nuk kemi për të folur mua, sot kemi për të folur për ty. Kështu që çana thua ç'kemi herë? Çfarë tjetër? Gjëna çaj, me se çfarë, se jemi ne nga Shqipëria. Pun. Si po shkon puna? Shkollë, lab. Si pun në shkencë. Si punë në shkencë. Na tregon një gjë më specifike. Na tregoj kështu si ti biçim prezantimi. Kështu që ora 5 mbas ditë te rutina magjistare. Po. Okay, jemi live. Live jemi. Selbi. Po. Ç'kemi? Unë jam Mireja. Mirela pa lë, se e gjoj shumë shpesh që duket i vështirë emri. Unë diçka kam pa gjuar emrin Mirela. Kemi një këmshi Mire, përshëndetje Mirela. Përshëndetje Mirela, faleminderit që na ndjek. Bëj like, subscribe, comment. Po. Jam 24 vjeç, thuajse. Jam Tiranca. Me O dhe me C. Tiranca. Po, pra ne rrit në Tiranë. E morën vjetë. Po, e kemi pak shumë krenarinë Tirancat. Pastaj, po, jemi këtu në Berlin. Jemi këtu me ju, për ju. Po, mendoj ta vazhdoj kronologjikisht, domethënë si jam rritur apo kështu çapo bëj tani edhe të deduktoj. Më mirë kronologjikisht, domethënë që po. U linda në datë 2 shtator të vitit. E lash, okay. Po, jam lindur në Tiranë, jam rritur në Spanjë, në Zaragoza, me që po ish Saragossa për njerëzit normal. Për njerëzit normal, që nuk kanë nga Spanja, edhe për mua përfshirë. Pastaj në moshën 6 vjeç jam kthyer në Shqipëri, në Tiranë. Aty që në klasë 6 kam filluar të projekti gjerman, për të bërë shumë qartë pse jam dhe këtu sot në Gjermani. Doti që lidhen gjërat. Po, pastaj mbasi mbarova projektin gjerman në 9 vjeçare dhe në gjimnaz, kam ardhur këtu kur mbusha 18 vjeç, nisa studimet për bioteknologji tek Universiteti i TU's, Politeknik i Berlinit. Pastaj, mbasi mbarova, thash po bëj një master. Dhe tani jemi një pilafë llogaras dande. Po. Edhe tani po mbaroj, po përfundoj temën e masterit, po te Universiteti Politeknik i Berlinit për bioteknologji mjekësore. Kur ke ardhur ti do? 2018. Me shikon, tani ti e ti e bën qill. Jam më shumë berlinese se ty. Kam 4 vite më parë. 4 vite më parë. Për jashtë. Ke pasur njerëz që kanë bioteknologji e ke zgjidhur vetë Mira? Po. Drejt. Po jo, biles, domethënë prindërit nuk kanë dashur, jo s'kan dashur, nuk është se kanë thënë mos e bëj, po ishte kështu, po çfarë do bësh ti? Ja. E bërë, po. Kush ka parë hajër? Po. Se në Shqipëri është pak deg shumë e pa njohur, shumë e huaj. Jemi në biologji zakonisht bën mjekësi. Nuk mos më jepet. Se duhet jemi kujdesshëm me fjalët, se ndonjëherë sinqeriteti pa filtra duket ofendues pastaj. Se mjekësia më duket më shumë aplikimi gjërave që unë, domethënë unë mendoj që bioteknologjia i shërben mjekësisë, pra duke i dhënë veglat, që mjekësia mjekët janë përdoruesit pastaj të veglave që mund t'i vënë në dispozicion. Ishte ka dhe një mendim që mjekët si persona janë thjesht një Wikipedia e gjallë, domethënë. Ti vjen e shikon çka ke, është i Google domethënë. Po, edhe. Po ndryshe nga Google nuk thotë që ke kancer nga dhimbje kokës, domethënë të diagnostikon. Po ti. Pilën qepe. Po, mos bëjmë reklam tani ka dole aty, gjithsesi bëjmë thirrje Redi Bullarit në 82. E kupton, come on. Po. Hajde tash. Po që po, nuk doja të vazhdoja mjekësi, nuk ishte dëshira ime, nuk e shikoja veten, domethënë si e kam zgjedhur degën, ka qenë çfarë mund të bëj unë diçka që mua do më pëlqej të shkoj në punë, si më thënë. Okej. Pra ky ka qenë i gjithë motivimi. Edhe duke menduar, me thënë të drejtën, nuk kam bërë as studim shumë thellë të degës përpara që thuash, kam studiuar tregun edhe do kem punë, prandaj po e bëj. Ishte thjesht diçka që çfarë mund të bëj unë, një gjë që çdo ditë do shkoj edhe do kem një motivim. Po, pyetja nga fundi i sallës është kjo, domethënë të pyes për arsye se e kam thënë kur thotë robi të bëjmë policë për shembull, është ke parë polica. Sot robi të bëjmë inxhinier ndërtimi, e kam shikon një kështu godin, shikon njërin atje që ri kështu me zinxhir në Shqipëri zakonisht, që thjesht shikon ata çfarë bëjnë.
Domethënë është e kapshme, është e përtyeshme si gjë, domethënë. Si zgjidh robi për bioteknologji? Çka ke parti? Do bësh këngëtar. Bësh këngëtar. Do bësh këngëtar. Jo, thjesht më intrigonte shumë ajo ideja që të bëj një gjë pra, një gjë të re, një gjë, ta gjej një gjë. Ta gjej unë. Ta gjej unë, po edhe ajo, domethënë është ambicie, jo për qenë s'po them egoist, nuk është fjala e dur, po jo për qenë kështu. Egoizmi është neutral. Që unë dua ta bëj, po thjesht mendoj që po të më vjen në dispozicion, domethënë njohuritë dhe mundësitë, pse mos ta gjej unë një gjë. Domethënë më intrigon Nobel. Për të. Je pak shqiptare. Po, jam një çik. Vetëm të uroj që ti jesh e kundërt nga Kadares. Inshallah të numërohesh një herë ta marrësh, edhe numërohesh një 16 herë, domethënë edhe pastaj në vlerëse dhe të shkën nomin. Po them kështu si kur pjesëmarrja ka rëndësi. Faleminderit për pjesëmarrjen, pra po. Po nuk e fitova, nuk kam nevojë të marr pjesë. Po, mos hajde më në shtëpi. Ku e kishe kontaktin e parë me këtë bioteknologjinë? Po nga biologjia, domethënë kur kam qenë gjimnaz kam pas atë teorinë që biologjia dhe fizika shpjegojnë gjithçka. Domethënë, biologjia shpjegon nga ana jetësore, si thua nga ana e gjallë, dhe fizika shpjegon në thellësi, domethënë në materia. Edhe duke bërë këto me ligjet e Mendeley që bën në biologji me këto gjenetikët, po të ketë mami syt blu, babi syt kaf, si del edhe duke kështu. Akoma sot kësaj dite unë s'e kam kuptuar fare. Të vërtetë më po të dali se i kishte daja, se çunat marrin nga tezja. Mirë, këto janë pastaj shqiptar lloj që nuk janë. Këto nuk janë të me baza shkencore në fakt. Megjithatë ndonjëherë është korelacion, nuk e di. Mund të ketë vend për më shumë. Po që po, kjo ka qenë, domethënë ajo ide më duket shumë interesante që ti me njohurinë që kishe mund të parashikoje diçka në botën e gjallë. Dhe domethënë, me thënë drejtën nuk e kam pasur fare idenë se çka kam bërë kur kam ardhur. Domethënë, nuk e kisha imagjinuar se ç'a do bëja, kur erdha me idenë e gjenetikës, se gjenetika duket edhe shumë e përmendin inxhinieri gjenetike. Po ta kemi frikë në mirë. Ka që të lënë çyryk kështu. Do vemi atje. Janë keq kuptime, po mos bëj tani, unë nuk merr me gjenetik parimisht, merr me proteomics, quhet fusha, domethënë studimin e proteinave, po po ne që jemi si kjash, ne njësoj na duken. E vërtet. Jo, edhe mua kur para se ti studioja njësoj më janë dukur, nuk është se janë gjëra që unë i kam ditur dhe kam, këtë do bëj se kjo më pëlqen edhe dua ta bëj. Duke i provuar dhe ashtu kam kuptuar që më duken interesante. Do na elaborosh një çik më pak të pjesën e interesante, se është një çik e pak pa qartë, po që kam pasion ta shpjegoj, kështu që e bëj me shumë dëshirë. Po spektakolare. Po tash më bino që gjithë ata që po dëgjojnë shpirti e parë që ka në mendje. Si ka mundsi motre dashur në të rast, unë them gjatë më vllai i dashur. Po. Si ka mundsi që robi, nëse gjithë njerëzit për shembull që janë 2, 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, ja, klasë e parë, klasë e dytë, edhe ikin në Elada, ikin në Itali, e kupton, ikin në Gjermani. Unë Po ti thash si shumë adetare, mos të doja talentin tim Spanjës, po e çoj në Shqipëri. I the haj edhe. Po. Prap. Nëse ishte vendimi prindërve, normalisht si 6 vjeç nuk më morën shumë parasysh ku do rrish, ku do ikësh. Pra kjo miq është nga problemet shqiptare. Po. Po, domethënë unë jam rritur atje sepse babim ka kryer studimet e doktoraturës, edhe domethënë kam ikur që pa mbushur 1 vjeç. Fatkeqësisht, në Florence nuk kam lindur atje, se tash jemi rrimshtrëmur, flasim drejt, pasaporta EU-s. Hajt që më shumë bukte, po. Po që gjithsesi dhe pasaporta me Shqipërinë me 2 krena është kanali më vetë, është e bukur. Po, është e bukur. Ja japim atë që ka. Po. Edhe siç thash, ishte thjesht un kam bërë çerdhën kopshtin atje. Para shkollori. Po mirë. Nuk kam këto kujtimet e sultjashit apo gjumit drekës që tregojnë njerëzit nga Shqipëria. Ndjen pak inferiore aty, po. Ndaj shqiptarëve, po. Po ti çfarë shqiptarë pas kanë me sultjash, se shumica kështu buk me çaj hajnë atë, ndaj një gjallë, ndaj një ta posa që në Ajka, që isha bërë në Tiranë, Allah. Ka hanë sultjashë, Allah. Kryeqytet. Jo. Ka fusa kotë, se ti nuk janë eksperjenca, po.
Po, i kthyer kur kishin 6 vjeçë, domethënë dhe Po. futën në Shqipëri. Kishe probleme me gjuhën kur futën në shkollë apo ishin të kujdesshëm prindrit domethënë? Pak, domethënë e mbajmë ka kështu raste specifike që i mbajmë që kam bërë, për shembull, prindrit e mi nuk harrojnë kur javën e parë kur zysha tha që duhet të ngjyrosni me ngjyrë të gjelbër, dhe tani fjalori im normalisht unë jam rritur bilinguale, Jeshile, se thua. edhe shumica e shqiptarëve gjelbër jeshile njësoj është. Edhe unë shkova në shtëpi dhe thash mami duhet të dim ngjyrë të qelbur, e thash. Edhe këto ngemi çfarë mund të jetë ngjyra e qelbur, pra ç'a ka dashur të thotë zysha. Pislëk, është Po. si dirama. Po. Edhe, domethënë ka pas, po mendoj që nuk kam pasur shumë probleme, ishin thjesht fjalë që nuk ishin të përditshme, se ka pas ardhur edhe gjyshja shumë shpesh në Spanjë që ndihmonte mamën. Mami im ndërkohë ka studuar gjuhë letërsi, kështu që është shumë e kujdesshme si flet. Nuk i falet, nuk e di diçka gjyra e gjelbër. Kështu gramatikisht e gjitha akoma më korrigjon kur çoj mesazhe që kanë një gabim gramatikor. Shkruan me domethënë është shumë e kujdesshme për këtë, kështu që nuk mendoj që kisha shumë probleme, po ishin pak kështu kur zihesha me kalamajt e lagjës, dhe më thonin në një gjuhë, thjesht që thoja ai e vet, se nuk e dija çfarë po më thonin, kështu që Se fusin në spanjisht? po. Për të dukur kështu. Jam çik humble, jam. Ja, ma kështu thua ti, po të pyesim shokët e lagjes, nuk e dim çfarë historisë dalin, kush e di. Çfarë telenovela Ajo? që kam parë. Po. Po, e ke ditur arsyeën pse kanë lëvitur në Shqipëri? Tani, siç e ka shpjeguar babi gjithmonë, ka qenë se ne jemi vetë, domethënë jashtë shtetit, pa familje, nuk e, domethënë mendoj ajo ka qenë një nga arsyet kryesore. Aso kohë dhe xhaxha im apo hallat e mia nuk kanë qenë në Shqipëri dhe babi kishte dhënë atë përgjegjësinë që dua të kthehem për prindrit. Po. E kështu, dhe gjithmonë kur e pyesin në darga familjare thotë që po të ishim në Spanjë, kalamajt e mi nuk do ishin kështu siç janë me kalamajt tuaj që rrinë çdo verë, se jemi familje shumë e mbledhur, domethënë. Mendoj që ajo ka qenë kryesore, sepse normalisht po ta mendosh, pasu nuk e kuptoj asnjëherë tamam babain tim, se po ta mendosh ai mund të ishte bërë profesor tani atje dhe jo në Shqipëri, që është Shikon, ndonjëherë jo për bërsi i mirë tash, sepse po ndonjëherë vërtet ka gjëra më të rëndësishme se sa e vërtet. Domethënë edhe unë kur e mendoj për veten time, normalisht nëse do arrija një punë relativisht të mirë dhe të krahasueshme me çfarë mund gjeja në Europë, do kthehesha në Shqipëri. Se fundit çfarë duhet, çfarë oferte vëmendi ju shkon një firmë? Me çfarë oferte kthehesh ti në Shqipëri? 5 milion euro, ja. Shumë e vështirë sepse fatkeqësisht dega ime është shumë e pazhvilluar në Shqipëri. Pra, domethënë, Ma nuk do ishte kjo një mundësi, domethënë për të qenë ti pionerja. Po pra, domethënë ajo do ishte një mundësi, po shkenca do shumë para, lek. Pse s'kemi para ne? Qofse do arrinin që t'investonin aq shumë në fushë siç është kërkim. Kam lexuar në fakt që në Kosovë donin të bënin një qendër kërkimore, domethënë të investonin, po ishte normalisht për Ballkanin, janë projekte shumë të larta, po kërkojnë shumë investim. Një ofertë do ishte patjetër, domethënë unë e kam pasion kërkimin shkencor më shumë se sa industrinë. Megjithatë nuk e di si zhvillohen këto pasione edhe më vonë, po qofse do arrija që të krijoj një qendër kërkimore, për hap dhe më shumë njohuri. Me që ke qef kërkimin, sa lek kërkon? Shiko, se problemi është që gjithë këto lek që merren kur kërkon, i merr kërkimi. Që është këtu mes neshën, që nuk është prezent, po. O kërkim. Kërkimi merr më shumë, domethënë, Mos e pro. Lekët që marrin njerëzit që janë në fushën e kërkimit janë shumë parë. Vetëm nëse i kështu në shkallë shumë të larta. Normalisht ti je punonjëse në shkencë, duke bërë masterin, domethënë normalisht bëni kërkime. Po. E shpjeguar kështu si me moll, domethënë çfarë kërkimesh bëni, çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni ju kaq shumë që se gjeni dot valla? Domethënë sa gjëra nuk dim ne për se si funksionojmë, është domethënë është si ajo që sa më shumë lexon, aq më shumë kupton që di shumë pak. Po. Po. Kështu që mos lexoni. Po. Kështu do mendoni që do dini më shumë faktikisht.
Mesazhe nga jeta nga Buxhi Podcast. Po. Ne tek laboratori ku jam unë, ne jemi në fushën e proteinave. Shpjeguar thjeshtimisht, proteinat janë ato që bëjnë të mundur çdo gjë praktikisht. Jo ato të palestrës. Jo. Proteinat në trupin tonë. Pra është ADN-ja që e dim të gjithë, ADN-ja përkthehet në RNA që përkthehet në proteina. Pastaj edhe proteinat bëjnë frymëmarrjen qelizore, apo çdo funksion që kryhet në trupin tonë kryhet, domethënë, thjeshtësohet nga proteinat. Dhe tani ajo që bëjmë në laboratorin tonë ka koma shumë proteina që nuk janë shumë qartësisht të përshkruara se çfarë bëjnë, çfarë roli kanë në qelizë, çfarë roli kanë në organizëm, në një sëmundje apo kështu. Dhe laboratori im kërkon si ndikon struktura e këtyre proteinave në sëmundje të ndryshme. Pra, ne si thua themi, okay, do studiojmë këtë proteinën dhe do shikojmë në kushte të ndryshme, po se po përpiqem, po thjeshtoj domethënë, po përpiqem shumë ta thjeshtoj që pastaj futesh te gjene, domethënë, po t'jetë ky gjeni që shkakton kancerin, po mos t'jetë ky, ndryshon funksionin që ka kjo proteina. Në ç'është produkti i kësaj? Mbasi bëni një kërkim, domethënë, këto konkluzionet ose të dhënat që juve vilni nga një kërkim i tillë, domethënë, për çfarë shërbejnë, më vonë? Po Çfarë mund të bëj ai dega tjetër, domethënë? Dega tjetër zakonisht pothuajse shumë, domethënë bioteknologjia është shumë e gjerë, po ku jam unë është pjesa mjekësore, se këtë pjesën ushqimore apo të produkteve të tjera. Ideja është ne prodhojmë njohuri që dikush në një industri farmaceutike mund ta marrë këtë njohuri dhe të thotë, okay, tani unë do bëj këtë ilaç ose këtë gjë. Për shembull edhe për ta prekur shumë shkurtimisht vaksina e ARN-s, domethënë në laboratore kërkimore është kërkuar kaq që domethënë ajo që mori Nobelin vjet për vaksinat ARN është 70 vjeç, e ka domethënë gjithë karrierën e saj që kërkon se si mund të krijohen këto vaksina. Dhe kjo pastaj shkon BioNTech-ut apo Pfizerit që kanë departamente specifike që përpiqen ti aplikojnë njohurinë që ne japim. Pra nëse unë jap njohurinë që kjo proteina kur një person ka kancer funksionon ndryshe, atëherë ai që është në industrinë farmaceutike shikon çfarë ilaçi mund të jap unë që kjo proteina pastaj mos të funksionojë fare. Dhe kështu mos të zhvillohet kanceri. Po përpiqen të marrin që janë vërtet ato rumërsat që po gjejnë gjëra për kancerin, ca kështu si terapi gjërash, për shkimterapis. Po. Çfarë po bëjnë? Është po quhet imunoterapi tani kjo që po bëhet dhe ideja është që ne kemi sistemi jonë imunitar kemi qelizat tona imunitare që dhe ajo që po bëhet sepse kanceri në vetvete janë thjesht qelizat tona që janë të nuk e di, është e mutuar fjala korrekte në ka pasur mutacione, që kanë pasur. Ajo këto qeliza që se unë kam dëgjuar një që thoshte që qelizat e kancerit janë thjesht qeliza që refuzojnë të vdesin. E shikon ti, e di dhe unë diçka. Po, në vetvete ashtu janë qeliza immortalizohen, pra në çastin që kthehen në qeliza kanceroze dhe thjesht vazhdojnë dhe nuk kryejnë funksione, për shembull nëse ke qeliza të lëkurës, nuk kryejnë më funksionin që të kenë barrierën ndaj sëmundjeve kështu, po thjesht proliferojnë, domethënë shumohen dhe thjesht krijojnë një masë shumë të madhe që bllokon qarkullimin e gjakut, pastaj për qelizat e tjera dhe kështu, domethënë shpërndahet sëmundja. Ajo terapia që po bëhet tani është sepse edhe kancerin e lufton dhe vetë sistemi imunitar, siç është pak më që njerëzit dinë pak më shumë për shembull që kur ke virusin dhe bën vaksinën, ideja është ti jep memorie qelizave të trupit tënd. Njëjtën gjë po përpiqen të bëjnë sepse ideja është edhe kanceri ashtu luftohet njësoj siç luftohet një virus. Domethënë i jepet një sekuencë antigjene, pra një sekuencë që ka ky virusi apo ka kjo qeliza kanceroze, ka një sekuencë që qelizat e sistemit tonë imunitar mund ta njohin dhe ta shkatrojnë. Dhe tani ajo që po bëhet është që izolojnë qelizat e vet personit dhe modifikohen në atë lloj mënyre që ta njohin shumë specifikisht këtë sekuencën kanceroze dhe pastaj i transfuzohen prapë personet në fjalë dhe duke ju transferuar, domethënë qelizat janë specifikuar, domethënë e kanë thua shumë qartë mesazhin, okay, ne tani po kërkojmë për këtë që ka këtë sekuencën. Dhe shkojnë në gjendje dhe e shkatrojnë, domethënë është fuqizimi i sistemit imunitar.
Kur thua që ato që Liza immortalizohen tani, ne që nuk i kemi parasysh të fjesa, është një nga gjërat më të mëdha që ka kërkuar ai kemi në mite, në religione etj që njerëzit duhet të bëhen pa vdekshëm. Po. Që do ishte teorikisht ishte kancer komplet, apo edhe domethënë edhe nuk do vdisje asnjëherë. Po. Ja thënë, domethënë për procedurale të pyetja është që nuk ka ndonjë lloj metode bashkëtese domethënë ose ka njerëz janë të interesuar në kërkime të tilla vëhopt. Ti e vështirë. Nuk e di me thënë drejtën, sepse gjithë immortalizimi sjell pastaj që Liza nuk e kryen dot funksionin e vet, domethënë që duhet të kryej. Dhe në këtë mënyrë normalisht ti vdes nga shkaku tjetër, pastaj jo se të vdesin qelizat, po thjesht sepse qelizat nuk bëjnë ato që duhet bëjnë. Tani vdekja e qelizave vjen sepse sa herë që riprodhohet, këputet një pjesë për ta thjeshtuar shumë, dhe kjo ti ke një shërit kaq edhe sa herë replikohet, dhe në fund fare kjo pjesa ka mbaruar, qeliza vdes. Edhe kështu është cikli i jetës, domethënë. Që në fakt po ta shohësh drejt për drejt, domethënë nuk është se është immortale komplet, sepse ky immortaliteti shkatron hostin që e mban gjallë, edhe kur hosti mbaron dhe ajo. Po. Nuk e na ishte zgjuar. Morke që zgjua. Se mendoj shumë mirë, nuk e kanë planifikuar shumë. Jo, se keni mirë. Po. Jo, është jetë interesante, domethënë edhe për sa i përket është diçka që pritet për mos thënë nga 100% e njerëzve, por nga shumica e njerëzve pritet një zbulim i tillë. Çdo, po. Kancer ato më thënë Okej, më fal se po. Okej, shpresoj se thash çdo për immortalitetin, jo për kancer, jo për kurën e kancerit. Ta presim, bëjmë shantazh. Ja, jo, bashkja ka Durrësit. Si e do. Ideja është që në botën e errët ose le të themi në prapaskena xhirojnë, do të thënë ide që kjo ka ekzistuar, por nuk ka dalë, e ka të pasurit, e ka Illuminati, ose të tilla gjëra të ndryshme, domethënë një dhe e dyta janë edhe pjesa tjetër për shkakun që mendojnë që edhe po të dalë këto dëgjon të na lëj gjysmak, domethënë, do na shpëtojnë kanceri, po do na bëjë të tjetrën. Jo se kështu mendojnë, ne duhet të argëtojmë këtë lloj mendime sepse një pjesë jo e vogël, jo shumë e madhe, por jo e vogël sa për mos u quajtur fare, domethënë, kanë këtë lloj paramendimesh, domethënë, jo domosdoshmërisht të shkolluara, por që mësesh. Mua më vjen shumë keq që njerëzit nuk kanë besim te shkenca. Se njerëzit që punojnë në shkencë lodhen vërtet shumë. Duke kërkuar. Ideja është për shembull kjo pjesa e imunoterapisë është çaj e aplikuar, domethënë është kjo mjekësia individuale që po zhvillohet. Jo mjekësia, po terapia individuale, pra që terapia funksionon për ty si Bleon apo për mua si Mireja, sepse është me qelizat e trupit tim për trupin tim, domethënë, kështu që nuk është diçka gjenerike, po është diçka që bëhet për secilin pacient në vete. Dhe është gjaja e aplikuar, thjesht për momentin është shumë e shtrenjtë, kështu që ndoshta pohon atë që e kanë vetëm njerëzit e pasur. Domethënë është gateway, tash në rregull, që do të jetosh shumë normalisht që do kushtoj, domethënë, kur vjen puna kur e provon vetë ose kur ke një familjar, domethënë që janë ndjenjat janë të ndryshme etj, domethënë. Në çfarë hapësire kohore, domethënë siç duket tani, kur mund të bëhet kjo gjë e mendueshme edhe për publikun? Domethënë që ti je në atë lloj mënyre sa një sigurinë shëndetësore, domethënë se diçka e tillë ti marrë përsipër. Mendoj kur dali një alternativë më kur dali competition, kështu, kur dali konkurrencë. Po ka grupe në denin tënd shumë paralele që bëjnë këtë të njëjtën gjë? Apo janë zakonisht të gjithë që punojnë bashkërisht për të arritur diçka? Jo, ka grupe, përgjithsisht ka grupe paralelisht që punojnë në njëjtën, domethënë normalisht ti se edhe kur publikon është plagjatura, pastaj ti duhet shohësh çfarë, duhet sjellësh një gjë të re në komunitet. Pra nëse ai grupi tjetër ka zhvilluar Fjala e bukur shih. Po, diçka, ti normalisht nuk mund të publikosh mbi të njëjtën gjë, po duhet tregosh që përveç asaj ti po tregon edhe diçka tjetër. Thua ti, po shikosh drejtorët dhe ato në Shqipëri për shembull. Mirë.
unë flasë You just have to be brave enough. kërkimi shkencor në nivele të botës. Ja, Shqipërisë. Ata kanë bërë një kërkim, e kanë kërkuar punën e dikujt, e kanë marrë, e kanë publikuar vetë. Një kërkim ata e kanë bërë. Ja, po. Thjesht nuk ka qenë kërkimi. Thjesht nuk. Jo, ideja është ai kërkimi. Duhet bërë, po ti vetë vetë sjellë, se vetëm po kërkove dhe nuk solle që vetë, po kërkove të solle pa ata që kërkove. Se tani jemi në rrym fjalës. Jo të gjithë do gjejnë. Po. Shumica do kërkojnë. Jo të gjithë janë të mirë. Disa do gjejnë. Kush e ka rris, kush nuk e ka. Që të ketë qenë kismet, është. Ndër këto gjërat e tjera domethënë që ne dëgjojmë zakonisht, këto janë edhe shumë të bukura, shumë nëse s'ke një uri për shembull, të paktën unë shkoj nga vitja ime, këto janë gjëra shumë interesante, të mundohesh në përditshmërinë tënde domethënë të kuptosh se për çfarë bëhet fjalë ose si kanë arritur deri këtu ose kur japin shifra për shembull që kemi 16 vite që kërkojmë domethënë dhe sot e gjetëm, më duket domethënë që plahush pas 16 vite kohë domethënë të plasi trunda deri ta dalë diçka. Edhe është diçka vërtet shumë e bukur kur dalin gjëra të tilla domethënë, po disbalanca e njohurisë mes profesionistëve të asaj domethënë dhe publiku tjetër që normalisht është aty për arsye sepse ata kanë thartuar trut, kanë studiuar me të drejtën e tyre, ata e gëzojnë atë lloj pozicioni domethënë etj. Zakonisht çon këto kuptimet që unë ti përmend gjatë gjithë kohës me shaka domethënë, por një që ka tërhequr vëmendjen time që unë jo domosdoshmërisht jam domethënë kështu i verbër ka njëra anë është pandemia që ka tuar. Unë mendova dhe disa episode më përpara me doktor Dashon dhe të diskutoja. Ai ishte një mendim specifik, unë mendova domethënë të përmendja ai shumë gjëra sa munda, por mendoj se nuk u diskutuam ai shumë sa doja unë të diskutoj. Tani kjo jo për të vënë pesh ty që duhet të përgjigjesh një për një, e kupton, po me aq sa ti domethënë kupton gjëra me eksperiencën që ke ti. Një vaksinë të mos të proteinave, sa RN, të MRN, nuk e di çfarë ndryshim nga RN në MRN, po që njerëzit kanë folur që ka pasur disa lloje pasojash, domethënë, e ke parasysh? Nga më të voglat deri tek disa të tjera për shkakun që ka qenë vërtet frikshme për gjë. E ke parasysh? Unë nuk po flas për ato që jo i bëhesh infertile etj, sepse deri tani nuk kemi asnjë lloj bazamente për to. Unë këto s'dua t'i përmend fare. Unë dua të përmend fakte si persona që kanë probleme, domethënë dhimbje konstante dhe vite më pas në pjesën e trupit për shembull ku është aplikuar vaksina, pavarësisht se kjo ka qenë. Flas për kështu këtë si vilani, themi ne në Berat, si lodhje konstante. E ke parasysh? Një sik shumë këto. Ja, një sik shumë këtu, fix, domethënë, që e ke gjithë kohë që kjo që e thënë long covid, i thoshin ata, që thjesht je për një kohë të gjatë, domethënë zhytur edhe për ata që kishin bërë vaksinën dhe për ata që kishin kaluar covidin. Ajo që ka tërhequr vëmendjen time domethënë, se këto mua më dukeshin si okay, më ndodhin edhe me të tjera domethënë, pa ajo që më është dukur shumë e çuditshme, nuk ka qenë as një pikë e gjakut që vërtetua që edhe AstraZeneca vete edhe ata vete. Po, ai është problem konstant në Po. Dhe ajo që mua më tërheqi vëmendjen ishte miokarditi. Domethënë edhe sidomos tek të rinj, që përfshin moshën tonë dhe poshtë. Domethënë kishte unë jam dakord me doktorin kur tha atë ditë që fakti që këto gjëra ndodhin të dyja në një të kohë, e kupton, nuk do të thënë që shkaktojnë njëra tjetrën. Po. Dhe ai teorikisht ka të drejtë, po ne jemi çik shqiptar. Po. Edhe ku ka tym çot shka në një shkrepse, në një zjarr të vogël, në një kongjill diku etj, domethënë. Në sytë e tu. Sa bazamente kanë këto? Jo shumë, për ta përgjigja shkurtër, po përgjigja e gjatë. Unë personalisht jam besimtare shumë e madhe e efektit placebo, domethënë, efektit placebo. Pra që mendoj shumë që janë dhe thjesht, unë mendoj që personi mund të arrit ta smuri vete. Pra nëse ti mendon që mua ka raste plot. Domethënë, dhe unë këtë e shoh shumë shpjegim. Pastaj pjesa e mpikësjes së gjakut nga AstraZeneca
Ato janë probleme që janë me shumë ilaç, domethënë ai nuk është problemi vetë ilaçi, po është mekanizmi se si ilaçi arrin që shpërndahet në trup, që është pak e vështirë sepse fundit çdo gjë që ti fut që nuk vjen nga trupi jot e sulmon, domethënë ka një reakcion. Dhe normalisht është pak e vështirë doza sepse ne të gjithë jemi të ndryshëm. Aty përpiqet gjithmonë që të gjet ajo e mesmja e artë ku nuk ka fare efekt, po për shumicën që nuk do japi asnjë efekt, po nëse ti ke nivele të ndryshme, nuk e di, të shumë gjërave të ndryshme në gjak, normalisht mund të reagosh ndryshe. Dhe ndodh. Pastaj nga ana shkencore, vaksina e mRNA-s, unë isha shumë jo e lumtur, po domethënë më duk shumë zhvillim entuziast, po domethënë, sepse unë më pëlqen shumë ajo shpreha që asgjë nuk është për të pasur frikë, është thjesht për të kuptuar. Nga Madame Marie Curie. Përshëndesim atë. Nëse na sheh nga atje lart. Dhe kështu që kur e kupton, domethënë vaksina mRNA, gjëja më e mirë që ka është sintetike. Që është pak domethënë është goxha kontroverse pra se ka frikë njerëzit po sepse sintetik, domethënë është shumë e lehtë, e shpjeguar shumë thjesht, ti gjën biologjikën nuk e kontrollon dot. Ti mund të përpiqesh ta kontrollosh, mund të thuash, ok, po t'ja vun kushtet kështu apo kështu, unë do ta kontrolloj, po prap është gjë e gjallë, pra diçka që ka mekanizmat e veta dhe siç e thash në fillim ne kuptojmë shumë, domethënë jo për të thënë që nëse kuptojmë çfarë bëjmë, po kuptojmë shumë pak se si funksionon çdo gjë. Ndërkohë që mRNA-ja është diçka sintetike që ke plotësisht kontroll që ta sintetizosh dhe M-ja tek RNA qëndron për messenger, pra për korrier, thon postier, nuk e di si është më shqip. S'ka një fjalë të bukur për lajmtari, lajmësi. Sepse po t'ishte RNA në vetvete është pak më e gjatë, domethënë edhe RNA mund të sintetizohet, por është pak më e pakontrollueshme, ndërkohë mRNA-ja ti thjesht po jep një mesazh që lizës tënde, po i thua, shiko, lexoje këtë. Ka për përgjigje nxjerrje jashtë. Ndërkohë që vaksina standarde për shembull ti fut një gjë të gjallë ose sa ato janë vaksina shumë të vjetra, po domethënë ti e trajnon trupin duke i thënë, nuk e di çfarë analogjie mund gjej, është sikur është si spar, është si në boks, domethënë që thjesht bën stërvitje me dikë që e di që nuk do vritesh që kur të dalësh atje pastaj të rrethtosh. Është sikur domethënë ti në vend që ta trajnosh dikë duke i çuar një qen që nuk ka fshon dhe i thua hape një herë derën, që veç qenin të mësoj që kur të vish qeni prap mos ta hapësh derën, thjesht çon një mesazh. Mos ha derën. Mbyll derën. Domethënë është pak më thjesht jep mesazhin, pra dhe prandaj mendova që ishte dhe siç është, sepse njerëzit patën dhe mendoj konceptin që u punua 3 muaj për vaksinën mRNA-s edhe doli. Siç thash, relativisht shpejt doli. Po pra, por mekanizmi për cilin është punuar ka qenë është ndër vite, është research shumë i madh dyshim, sepse edhe teknologjia sot nuk është siç ka qenë para 10 viteve, është eksponencialisht më lart, domethënë por ideja është që njerëzit nuk marrin se kanë frikë të pjesës se sa u studiuar për këtë. Problemet se nuk do të ndërpres për të thjesht, të kalojmë pjesën e miokarditit, pastaj do ta bëj të pyetjen se e kam gati, domethënë që. Po për miokarditin specifikisht nuk di, unë nuk jam dhe shumë e specializuar te pjesa domethënë klinike, që thua janë thjesht hipotezat mia në bazat e Po në dinin tënë siç e theti të gjitha vaksinat, domethënë pjesa e mesazhit si e përcjellën në trup, domethënë gjithmonë është rreziku të thënë që po është rreziku, domethënë problemi më i madh në gjithë mjekës ose farmaceutikën, domethënë është se si ti ta çosh produktin që të bëj atë që do, domethënë nuk është problemi a bën produkti atë që do ti apo jo, po është si ta arrish ta çosh deri te pika që duhet të funksionojë. Po. Pa u degraduar nga stomaku, pa e sulmuar trupi. Shiko, Mira, e sillin tek pjesa që nuk është aq shkencore, teknike apo mjekësore, por tek fasada. Se fasada domethënë ka një rëndësi se si ti e përcjell, domethënë me eksperiencën tënde të gjithë gjën që po ndodh, por në të vërtetë nuk ka bërthame, nuk është e panevojshme, ne mund të jetojmë, domethënë ti shtëpia jote mund mos ketë fasadë të dësh, nuk do të gjej asnjë gjë, domethënë, mbase nuk do të aq e bukur. Tani, gjatë periudhës së pandemisë, janë thënë disa herë disa gjëra
jo domosdoshmërisht nga mjek, por edhe nga mjek. Domethënë, jo domosdoshmërisht nga shkencëtar, por edhe nga shkencëtar. Të tipit që erdhi nga këtu, se erdhi nga aty, sot është vërtetuar që ata që quheshin teori konspirative, po erdhi nga laboratori. 1. E dyta, maskat. Unë nuk kuptoj, unë e di shumë të plasimon se ndihet më mirë njeriu kur ka një maskë, e kupton, por kur një maskë nuk mban dot tymin, nuk ka shanse të mbaj. Edhe unë me sa di unë çfarë mbaj mend unë nga aq sa kam lexuar vet, maska që mjekët përdorin mjekët për pjesën septike, për të mos infektuar plagën kur ata hapin. Që këto septike janë goxha më të mëdha në madhësi, domethënë nuk di se si masin me nano apo mikro, po siç e di unë janë goxha më të mëdha se sa virusi domethënë. Kështu që aty të bën sens deri diku, se është një pikë ku dëgjon nga lëngje e tjera që nuk kalon edhe thjesht e mbron atë gjë asaj. Që dolën prej robe, pastaj maska të thjeshta, pastaj do ca vinin 2, pastaj FP3, pastaj jo nga ato me ventil pa ventil, jo pastaj do rish kaq larg, jo do ikësh deri atje dhe por të vesh atje do ta heqësh maskën dhe kur të vish. Kupton? 2 kjo. Edhe e treta që më shqetëson mua është që ne e dim shumë mirë që edhe një ibuprofen, ka për disa njerëz është i keq. Është për lusin. Lusin nuk merr ibuprofen, merr paracetamol. E kupton? Kur vaksina doli, thanë që këtë na ka dërguar Zoti. Domethënë ishte Jezusi, e tani është vaksina. E kupton? Edhe prandaj po them po flas për publikun, për atë tjetrën, për njerëzit e fastatës, domethënë që tha, kjo është mrekulli, nuk ka asnjë. Të gjithë ata që mendojnë që kjo mund të ketë efekte negative janë anti-shkencë, janë ignorant, janë teoricien konspirative etj. Po doli që paska. Doli që 3 vite më vonë, ti Maldon, AstraZeneca e tërhoqi. Mbrapsht. Meanwhile, këta njerëz u demonizuan nga publiku i gjerë, mban mend ato video që thoshin tipo vret gjyshen, se s'po bën vaksinën. E ke parasysh këto gjëra të tilla. Unë e di që ti si Mireja, edhe më vonë që ti do nxjerrësh vaksinën tënde, thoshe që shiko blon, po unë nuk kam unë në dorë këtë gjë, po fatkeqësisht siç është për mua ose për ata inxhinierë që punuan te aeroporti i Berlinit, domethënë, duan ata brenda e kanë, domethënë, atë duhet të dalin përballë asaj. Edhe e njëjta gjë në këtë pjesë. Kushdo që të jetë atje, duan ata duhen të jenë përfshirë në debat. Edhe demonizimi që ju bën njerëzve, kancelimi, u hoqën nga punëra, domethënë ata që kishin një kanale dhe gjëra ju demonizuan komplet, e kupton, ata humbën çdo lloj gjëje. Dhe sot që ne jetojmë, nuk po them të gjitha, po 70%, 80% atyre që u thanë janë fiksa që ne thanë ata. A është kjo konforme sipas shkencës? Sepse unë e di shumë mirë që ti mund thuash që në kërkim ti nuk mund të marrësh të dhëna dhe thosh që unë do të marr këto 3 se më pëlqejnë, i përshtaten asaj çfarë dua unë dhe këto 2 tjera do t'i lësh. Po. Kërkimi shkencor ka të marrësh të gjithën dhe në bazë të gjithave së bashku të thuash që kemi 10 të mira edhe 1 të keqe. Ne fituam, por e kemi akoma të keqe. And that's okay. Domethënë se prapë kemi 10 të mira. Po. Pse në këtë rast ndodhi kështu? Tani kjo padyshim është futemi në çështje politike, patjetër, prandaj dalim nga shkenca. Dhe kjo është pandemia e parë e botës moderne, se themi, nuk po e quajmë se influenca 1920 nuk është gripi, nuk mund ta krahasojmë. Tani për të mbrojtur shkencën. Po. Unë me sa di unë vaksina e BioNTech-ut i pati nxjerr të gjitha efektet e mundshme anësore që mund të ketë pasur. Pra, se çfarë është thënë publikisht, unë e di të ka qenë vërtet e vështirë, sepse praktikisht të gjithu detyruam në një mënyrë apo një tjetër, do të thënë edhe pse nuk ishte detyrueshme të bëj vaksinën, nëse do bëj vaksinën, këtu në Gjermani të paktën do testohesh çdo ditë, ose duhet të kishe. Po nuk i ke dot në Shqipëri për shembull, Po, nuk i ke dot në Shqipëri. E vërtet, po. Ka që unë kam bërë vaksinën, nuk e kam pas të hallë, po. Jo, edhe unë kam bërë. Jo, kam bërë në fillim, po, e di, e vërtet. Edhe unë kam bërë se punoja me moshë të vjetër, domethënë, normalisht edhe më duhet të bëja, por që e kupton, shantazh është si George Orwell. Po. 1984, e kupton që ti po nuk bëre këtë gjë
nuk ka asnjë lloj të drejtë, se është fikse drejta. Po. Mund ta veshin njerëzit me gjëra të bukura, thonë domosdoshmëri, por ajo është cënim i Po. trupit tënd. E kupton? Ishte diçka, nuk e di a ishte për përfitim politik apo ishte thjesht ignorancë, po them, sepse Unë mendon. akoma nuk e di kush është më keq. Nuk e di kush është më keq. Nuk e di, Është më aso- keq të jesh i etër për pushtet të bësh këtë gjë, apo është më keq të jesh aq inkompetent, domethënë sa të bësh. Unë mendoj që është, nuk e di pse kam prirjen që është kjo e dyta që u trembën aq shumë që nuk dinin si ta menaxhonin dhe ishte kështu, okay, këtë kemi dhe hajde të gjithë ta bëjmë këtë. E ti je njëri më i mirë se sa unë. Kombinuar patjetër me këtë pjesën se edhe këtu në Gjermani u bën skandale me kompanitë e maskave. Pra ministri i shëndetësisë direkt, e kupton? Po Po, duhet të kemi po. parasysh që nëse ti mendon që është predominancë pa aftësi, domethënë mendoj që është predominancë është gjitha ekonomia dhe fuqi pushteti, sepse po ti shohësh gjithaj duke me këto paketat e ekonomisë, domethënë për të mbajtur bizneset të hapura, Po. mos të falimentuar gjasme, mos të humberin punë, domethënë kompani në klasë për realitetin këto si Lufthansa apo të gjitha industria shtalpa morën miliarda. E vërtet, e kupton? vërtet. Kurse ata njerëzit që ishin me asistencë sociale morën 150 euro duket një muaj për këto pjesët higjienike. Ke parasysh që njëri në kohë ta mbash mend ishte një maskë 5 euro. Po, Kështu që, po. 25 euro për një test Covidi. Domethënë padyshim ishte pjesa politike, sepse në fillim, nuk e di, ti e ke kaluar pandeminë këtu, Po. domethënë që kur për shembull kur ra pandemia, këtu ishte më lirshëm se në Shqipëri aso kohë, për shembull. Në Shqipëri u bë që, Relativisht, po. do të thënë, ishte kjo që ishte çdo gjë Në Shqipëri mbyllur. nxjerrën tankët. Po pra, ajo ishte e frikshme, ajo ishte presion, imagjino, terror, po ajo nuk e di. Po si mund të shkojë diçka e tillë pa ndeshkuar? Si mund të nxjerrësh tankin ndaj kujt? Po flasim për Shqipërinë, unë mendova se po flisim për nivel global. Jo, po flasim të Ajo është gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë Po. ose në Shqipëri, domethënë. Unë kam rreshtur se çuditur nga ndodhit e Shqipërisë, domethënë, nuk E kupton, vinte kryeministri në aeroport, priste vaksinat, mos sigurisht ndajo, e kupton. Mi që si vunë atë muzikën e kruzave. E kupton? e kemi të veçantë. Domethënë është një farë lloj skandali i përmasave globale, sepse nuk kemi ne as më të mirë ashtu. Kishin ka ndodhur gjëra këtu, domethënë se gjëra idiote komplet që kryesisht nuk futet dot në autobus, e ke parasysh sa ti mund ta hiqe, nuk thosë që një po thjesht. Po. Ishin këto gjëra, domethënë që ty thjesht të Unë morë çop një mohoshin. herë për maskë. Urdhë. E kupton? Tani shkenca vet për hatrin e vetes së vet, për të mos humbur besueshmërinë tek publiku. A nuk ka shkenca mjete që ti bëj ballë këtyre idiotëve të tjerë që thonë vë 2 maska se do jesh më mirë? Se unë mendoj kështu. Nëse unë ndërtoj një godinë, domethënë kjo godina mban ku dëgjon. Po ndërtojmë një garazh, ky garazh mban 300 makina. Edhe vjen një tjetër, një Xilan, ku dëgjon, një bujk, e thotë mban 500 kjo. 600. E kjo është i mbush mendin të gjithëve. Po. Është në interesin tim të parë që them që jo, dale. 300 plak. E ke parasysh? 300 se nuk e bën dot atë punë. Sepse më humb mua besueshmëria, edhe në fund fare topi është tek porta ime, kupton? Unë do merrem në fund me atë. Që jemi në periudhën tani, që njerëzit, domethënë besimin në shkencë është ulur goxha. Po. Fatkeqësisht. Me thënë të drejtën. Kupton? Edhe e ritheksoj përsëri, jo për fajt të shkencëtarëve. Jo domosdoshmërisht, por edhe atyre, të disa prej. Çdo pyll ka dera, e kupton? Normal. Nuk diskutohet. Si ka mundësi që nuk në të gjitha kompleksitetin dhe burokracinë që shkenca në Europë ka, po edhe jo vetëm, edhe në barbotërisht, si ka mundësi që nuk ka një lloj organi të tillë, domethënë që të kontrollojë dhe të mbajë në rresht këto lloj gjërash, domethënë që dëmtojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Se më shumë nga gjitha kjo shkenca humbi. As njerëzit nuk humbin, as politika nuk humbi, as kompanitë. Shkenca vetë humbi. Ktu, e kupton? Që është dhe ironike, ëh. Më janë të bësh atë punë. Të sjellësh ato gjë, edhe pastaj po, të piketohesh. E vërtet, mendoj që ndoshta sepse shkencëtarët nuk dinë të jenë politikanë, edhe nuk dinë të futet dhe personat që janë në politikë duke kontrolluar shkencën, nuk janë detyrimisht shkencëtarë. Po. Pra nuk janë detyrimisht janë larg të qenë shkencëtarë. Janë larg, domethënë dhe vendimet që merren janë politike, dhe tani për ta luduar kur të thonë që ne do themi kështu, ose Okay. se kështu është, ashtu do jetë.
Nese, largohemi nga Jemi- zëmëtësia. Ti po. si e ke kaluar pjesën e pandemisë? Mirë, këtu kam qenë në fakt. Mirë, unë Qa hobi ke filluar me pandeminë? gatim, shtuam, Ha? cinnamon rollsa çdo ditë. Ha, drek, dark, mëngjes. Jo, mirë, unë e kam kaluar në Mynin në fakt, se shoqja ime jeton atje dhe aso kohë kishe një shtëpi në një periferi të Myniut, edhe kishe me balkon, puspyllit, në fakt. Në fakt për mua kanë qenë pushimet e para kështu ku e fika mendin se nuk kisha shkollë, nuk kisha punë, nuk kisha asnjë gjë për të bërë përveç se të rria dhe të gatuara, dhe të haja. Po. Pastaj ishte kjo, unë kam qenë në fillim kam qenë në vit të dytë të bachelorit edhe problemi është unë s'kam bërë dot praktikat ishte shumë kur bëra temën që atë rash në kontakt për herë të parë me laboratorin, isha kështu okay, në fakt duhet ta dija si funksionon kjo, po ne bënim praktikat online me kështu ishte si loja ajo që e shtypje kështu ç'a duhet të bëje ç'a jo. Që Okej. kjo ishte një gjë që Po si patë fare, është pak të bërë diçka. Po, e vërtet. Pastaj kam kaluar duke më merrin në shtëpi shpesh edhe thoshin, "Na shpjegoja pak gjaxhit si funksionon vaksina që ta bëj apo jo." Isha kështu merresha shpesh në biseda familjare që shpjegoja. Më në tere kur thoshin në Shqipëri do të gjej vllai vaksinë për 2000 euro. Shqipëria ka kaluar në mënyrë shumë komike vaksinën. Mua më Po si jemi shumë çuditshëm vëllai. Kishte njerëz që mund paguan diku, më kam dëgjuar raste që i njoh vet, domethënë dorë 2 ose 3, i njoh vet personi ka paguar 3-4.000 euro për një vaksinë. Domethënë ka bërë 3-4 për prindrit. Po, aty në fillim e ke parasysh? Vërtet, Kur vinte Rama ti vinin 130 për shembull. Po. E vinte i merrte kutin kështu erdhi vaksina. Ne për ulish. Faleminderit. Jo, po Shqipëria ka qenë për shembull ti do të mbaje maskën në rrugë, po deri në 10 mund të rrihet te bari me muzikë, që uleshim të gjithë ngjitur. Domethënë ka qenë shumë kontroversale në masat se këtu të paktën ne kishte gjitha, jo të paktën, po deri diku bënte sens që i kemi mbyllur. Po pra. Ndërkohë në Shqipëri që ti thoje ne do bëjmë maskat gjithkohës kur jemi në rrugë, po mund të ikim te ky klubi ku jemi gjithë ngjitë. E mi se ku piqi kraki pastaj kështu e vreta virus, dezinfekton. Ma më zhdukur dhe shumë komike kur kam qenë në Shqipëri, më duket ishte fundi vitit 2021, edhe atëherë pati një ri shpërthim virusi, po shqiptarët e kishin ndarë mendin që s'kishte më korona dhe thjesht thoshin jam me virus. Kam një viroz. Edhe mendova pastaj në fundit nuk gënjeni se me viroz ishin, po të gjithë me Covid kanë qenë edhe ishin të gjithë kanë qenë të gjithë smurë mbaj mend këtë koja, thash më mendoj jam çik me viroz. Ke Covid? Jo, çik me viroz. Kish kam çik si kështu si. Me kur vije këtej në Gjermani ngelje pastaj nuk shkoja dot në punë se ishte me çik viroz. Sa ka shumë njerëz që kanë pasur ndryshim, nuk kanë thënë që ja mbyllur fare. Unë për shembull nuk e kam përjetuar fare këtë pjesën sepse unë isha në një periudhë që kisha shumë punë nga shkolla. Po. Kështu që edhe po doja të dilja për shef shumë nuk dilja dot. Njëra hënë domethënë okay do gjenin aty te parku ose në një vend domethënë fshehurazi. Një, e dyta, kemi si ndërtimit. Për ne edhe vulkani të plasit domethënë ngjitur, ne prapë do vazhdojmë punën. E ke parasysh? Do ndërtohet. Seriozisht. Po, e vërtet. Edhe po ta bashkëmend në Gjermani ishin këto persona që ishin me prioritet domethënë. E gjithë firma jonë, ishte firma ndërtimi, domethënë kishte prioritet se duhet vazhdonte puna e gjithë kohës domethënë. Vërtet. Ndaj që o plak, po të rion në shtëpi nuk është ka ndonjë gjë. Mos e Mos u lindo. Nuk ishte një periudhë që gjithë ishin për shtëpi, ja, këto po bënin një punë. Po mirë, se po të kishe qenë në shtëpi do ankohesh që nuk shkoj dot në punë. Ata thaj. Se të gjithë gjithë do ankoheshin. Ne unë kisha, domethënë, shkoja në supermarket, kështu e kisha si xhiro. Ai se çfarë do bëj sot, do shkoj të blej. Në supermarket. Po. E mban më skandalin me letrat e banjës. Higienika. Jo. Nuk e di, e ke parë filmin Contagion ose Contagious, nuk jam e sigurt. E kam në listë o mire, ne kam listë akoma se kam parë. E kam parë një muaj para se të ndodhte pandemia dhe është e frikshme sa e ngjashme është, domethënë se faktikisht na patën treguar në shkollë të një nga leksionet e virologjisë. Po flasim për konspiracinë është bërë virusi. Se doja të jep edhe një koment për atë. Unë nuk mendoj që dikush
ka menduar që unë do krijoj një virus. Domethënë, nëse ka dalë nga laboratori, ka dalë pa dashe, në sensin që Po nuk thonë njëri që ka dalë me dashje. jo sepse pati shumë konspiraci që e krijuan Si për virusin. lajm për armë biologjike. Po, për armë biologjike apo kështu. Unë mendoj që nëse doli nga laboratori ka dalë duke u bërë ndonjë eksperiment, sepse korona ka qenë jo i njëjti, po edhe në fillimin e viteve 2000 ka pasur një pandemi, se nuk ishte botërore, po ishte e qëndruar në Azi. Dhe mund të ketë dalë pa dashe, nuk e dyshoj, edhe pse përgjithsisht gjithë laboratoret Ajo ishte teoria kryesore, domethënë që thjesht atyre nga laboratori që merrte fonde nga Amerika, domethënë. Një laborator i tillë thjesht në një dështim protokolli apo siç e kanë pasur ato, iku. Po nuk lejohej të thojë asnjë gjë që kishte fjalë në laborator brenda. Po. Literalisht i ishin video, foto nga YouTube-i, domethënë nga çdo lloj platforme. Censura vërtet ka qenë. Nuk e di unë, Enveri do i kishte zilika. Edhe Stalini që priste njerëzit me foto. Do ishte shumë krenar. Se çfarë niveli më merri keq jam e madhe se u kthyem prapë kjo se unë nuk dua ta zgjas shumë se është edhe një periudhë që është shumë e keqe për shumë njerëz. Njerëzit kanë amnezi, domethënë që për këto gjëra sa më e keqe që të gjëja aq më shpejt harrojnë. Po. E çojnë në background domethënë, po që mënyra se si njerëzit do bën me njëri tjetrin, si ishte një njerëz në rrugë që thoshte vë maskën. Po. Të çon në një farë lloje ndjesie primale, domethënë si kafshë, thjesht përmbihet testi i tij, domethënë dhe vetëm ti ke rëndësish. Nëse se ti ndoshta mendoj që është edhe gjë gjermane si që janë shumë të rregull dhe nëse është rregulli dhe ne Po ishte në përgjithësi, Po edhe në përgjithësi, vërtet. Në përgjithësi. Okej, tek nga ne poshtë, domethënë, okej, çik më në frego, po gjeje tek këtu njëherë. Po kishte edhe në Shqipëri nga ata që thoshin edhe në televizione, domethënë. Ata thoshin mos e bë vaksinën, kishte thënë që ti më vrave nënën mua se dëgjoj ty dhe nuk bëri vaksinën. Po kjo është pra mos informimi, jo mos informim. Të dyja bash, domethënë edhe mos ti jesh informuar, po edhe të jesh i keq informuar nga të dyja anët, si nga ata që thonë unë do bëj çfarë dua se vetëm gripë është edhe nuk më intereson fare, si dhe nga ata që thonë unë do vë 3 maska, ti të paktën një do ta vësh përpara se ta afrohesh 2 metra distancë ndaj meje. Pra në të dyja gjëra që ti e dëgjon diçka dhe thua kjo kështu është edhe nuk bën që të kërkosh pak më shumë. Duhet ta merrni mirë. Nuk i shpëtoni dot, nëse domethënë unë i bëjmë thirrje gjithë këngëtarëve që di. Si me çdo fushë tjetër, e kupton? Edhe po të bësh spageti, e kupton, edhe po të mbjellësh lule, e kupton. Në qoftë se ti nuk e bën për veten tënde, do ta bëj dikush për ty. Dhe ai që do ta bëj për ty, he doesn't give a fuck about your feelings. Edhe ai as nuk e di se për çfarë bëhet fjalë, siç e di ti, as nuk i intereson nëse është saktë apo gabuar, as nuk i intereson se si do ndihesh ti. Pasojat jo. Normalisht. Kështu që në qoftë se tani ne nuk kemi mbledhin pllumat nga e kanë lëshuar, të fillojnë ta bëjnë vetëm, domethënë të kenë një farë lloj protokolli se si bëhet edukimi i masave, le të themi. Nuk marrën se do bëhet më mirë. Kupton? Se kur dalin tipa si Bill Gatesi, po ne po bëjmë vaksinën për pandeminë tjetër. Nëse din fare se do të pandemia tjetër. E kupton? Unë e kuptoj në brendësi se çfarë do të thojë ai. E kupton? Po çfarë mund të mendoj tash një kasier te Revja. Normalisht. E kupton? E prit mirë valla, ti po bë vaksinën përpara smundjes tani, what the fuck is going on? E kupton? Dale Allah. Po, të dalë smundja. Është para se të na nxjerrësh, po. Ta të marrin frymën ti me impulsimin me ndonjë gjë. Çfarë bëni? Jo, e drejtë, është e vështirë se edhe unë për shembull kam shumë vështirë kur flas ndonjëherë me persona, se flas duke presupozuar që e din se e kanë të njëjtin background me mua dhe normalisht njerëzit të ndryshëm siç unë nuk kam background-in mbi llafin, nëse ti do më shpjegosh mua diçka tek inxhinieria e ndërtimit ose ti nuk e ke të njëjtin me mua dhe unë kur shpjegoj diçka që po maskën më mirë ta vësh kështu, është sepse e kam të gjithë në mendje dhe normalisht duhet marr pak më shumë kohë që shpjegohet në detaj, po pa i mërzitur dhe sa më thjesht njerëzve. Po s'mund ta bëjë njëri aq mirë se sa mund ta bëjnë shkencëtarët vetë. Po duhet i dhënë edhe kanale, se ka shkencëtarë që e kanë bërë, ka pasur një podcast nga një vajzë nga Aaheni, jo shqiptare, është gjerman, po t'ja harrova emrin tani, ajo ka qenë shumë aktive, domethënë ka studiuar biokimi, mos gaboj, edhe po është më shumë kështu në fushën pres, domethënë, gazetarisë dhe bën këtë podcastin dhe ajo ka qenë videot e asaj morën dhe një çmim bile sepse shpjegonte shumë gjëra për gjithë publikun e gjerë, çfarë do të thotë kjo, çfarë do të thënë mobilizimi i masës apo gjëra të këtilla, pra që
Edhe njerëzit që nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë ta gjën nga dikush me background shkencor se pse ne po themi që duhet rrim në shtëpi, pse ne po themi që duhet vëmë maskën, pse ne po themi që duhet bësh një vaksinë, pse 2, pse 3, çfarë do të thënë që doli virus tjetër, dhe gjitha këto kanë qenë shpjeguara. Dhe ka pasur kanale, thjesht nuk kanë pasur vëmendjen e duhur, domethënë varet si shkon, çfarë bën fam, çfarë bën zhurmë. Normalisht, shiko, unë nuk e vënë dyshim domethënë që në qoftë se shembulli laboratorik i Amerikës kur shumica e televizioneve marrin ka donatorin më të madh Pfizerin, dhe Pfizeri është në treg domethënë për të shitur sa më shumë vaksina që është biznes në fund, tek parasysh mund të flasim për morale sa duam, por vërtet është biznes. Normalisht ata lloj mënyre do kenë, prandaj është domethënë kaq shumë e nevojshme që organet që funksionojnë në mënyrë pavarur që më shumë mundsi ka, jam i bindur që ka. Duhet të kenë një farë lloj protokolli domethënë që të financiarisht të jenë disconnected nga pjesët e tjera, domethënë se ti nuk mund të krijosh një diçka të tillë edhe pastaj të presësh donacione për njerëzit, sepse normalisht ai ta mbal me kokën e gjithë. Ashtu funksionon e gjithë bota, nuk është se po mendoj që edhe Shqipëria vuan shumë nga i mungon shumë kjo pjesa e informacionet. Ne kemi padituri normale, po kemi edhe padituri me dashje. Po pra, domethënë unë kur isha e mbaj mend në 2020-ën, mbasi e kalova pjesën e parë të pandemisë, shkova në Shqipëri dhe po bëja kursin e patentës. Dhe po më pyesë, po ç'a bën ti? Thashë në bioteknologji, laborante, tha. Laborante. Po hajde. Edhe po më shpjegonte vaksinën, pastaj edhe apo nuk e di smundje. Po ai më shpjegonte ai mua, edhe kur unë bëra të thashë që shikoj se ai e kishte lexuar, ishte shumë i sigurt. Dhe ideja është në Shqipëri është edhe pak kjo tendenca që e di unë. E kam parë unë. Gjo line. Po. Gjo mua, s'di gjeni. Dhe thënë edhe kur të gjën, nuk të gjën për të kuptuar, por të gjën për të pritur radhën për të folur prapë. Ajo është në fakt jo për të treguar anti-shqiptare, ajo në fakt është sëmundje, është shoqërore. Dhe është nga pandemitë më të mëdha. Krijimi, shpërndarja dhe zhytja le të themi një opinioni pa bazë. Kjo është nga gjërat më të këqija. Kjo shkatron që nga jeta personale e individit, shkatron familje, mund të ndodhen shumë gjëra vetëm me vetëm, sepse një njeri tha që unë di këtë, kjo është, edhe kështu nuk e luan topi, edhe ju të gjithë tjerët jeni njerëz të këqinj, domethënë, që nuk nasin për çfarë lloji gjë, edhe nëse je duke mbajtur një gjë të mirë, nëse e ke atë lloj përshtypje, domethënë nuk mbaron asnjëherë mirë, domethënë ajo lloj përshtypje që kanë njerëzit. Po. Të shikon çfarë do zgjidhesh ti, çfarë do kërkosh, domethënë çfarë do gjesh. Për çfarë po bën temën e masrit për kuriozitet? Apo nuk tregohet se është? Jo, më tregohet. Po se laborator kërkimore, nuk jam, po ti në industri është punë tjetër, se duhet ta patentoj pastaj. Jo, unë po studioj një proteinë në mitokondri, se mitokondria besoj jep një powerhouse of the cell. Nuk ka njeri që nuk e di çfarë është mitokondria, është si fasuli. Po. Edhe po studioj një proteinë që funksionon aty, që mund të jetë përgjegjëse për rregullimin e gjithë metabolizmit mitokondrisë. Dhe domethënë, mbasi ta gjej unë këtë, pastaj nëse gjej diçka. Po e gjet. Se 6 muajt e masteri, siç e tham, bën 16 vjet për ta bërë. Po gjeta unë këtë, pastaj mund shifet ta mund të jetë më thënë shkaktare apo përgjegjëse për rregullimin e qelicat kanceroze, dhe pastaj kështu vazhdon shkalla, domethënë. Inshallah përgjigjem një gjë. Okej, kam ca pyetje fani. Do bëjmë si çani? Do bëjmë si çani tash. Ti do pyesësh unë do përgjigjem shkurt. Po, do përgjigjesh shkurt fare. Edi Rama pas Ali Berisha. Lulzim Basha. Jo. Për meme apo për çfarë po flim? Nuk të shpjegoj atë pyetje. Zgjidhje ti si e kupton, zgjidhje ti. Për fiksi çani. Vetëm shumë. Nuk no comment. Covidi apo AIDS? Kush më keq? Kjo është pyetje drejt për drejt. AIDS.
Ai dish më keq. Po. Se u bë dark fare, si të pyetja dy direkt. Po ju gjetur Kafe kur, apo pra. çaj? Kafe. Bravo. Shkon, një shqiptar i mirë. Pajdaqe apo sufllaqe? Pajdaqe. Tas kebab apo fasule? Grosh. Börek me gjiz apo börek me spinaq? Me gjiz. Me gjiz, Po. ti do çati rozi o zoti i madh. Nuk isha ata. Disney për gjiz me gjiz. Unë e marr me veta. Nga Çe perle. me ricota. Baklava apo shëndetlie? Shumë e vështirë. Ha, Shëndetlia. Ok, shëndetlia. bëhet Shqipëria apo jo? Bëhet, po jam e shqiptar. Pse kush na bën Shqipërinë? Besha ka ajo është bëhet po të shëmbur, që duhet bërë nga e para, nuk bëhet nga mesi. Nuk bëhet në mesi. Coca-Cola apo Fanta? Kola. Nuk janë të mira asnjëra as tjetër. Asnjëra, mos i pine. Mos I pini lutem, pije me njerëz. gaz. Po. Raki veriu apo jugu? Mendo mirë. Nga vjen rakia dardhës nga jugu, apo? Po aty ku ka darë, ta kam një të përgjë. Hajde jugu më që kam më shumë kontakte kështu nga jugu. Shiko. Po bëja kocë kur po mendohesha. Vere kuqe apo e bardhë? E kuqe ndimër e bardhë në verë? Qa perle. E kuqe. Edhe pyetja e fundit, ku është më mirë, këtu apo në Shqipëri? Tashi në vendin tënd, balta është më ëmbël se mjalta. Ama Po kur atë bajt gjithkohës, kur a bal gjithkohës. edhe mjalti të duket. Edhe nga mjalti velesh, pra. Pra. Këto Kështu jam që nga balta. duhet zhytur një herë në balti ku tjetër që t'ja dish vlerën prap mjaltës pastaj kur të shkosh. E ke ti këtë përshtypjen që nuk po them të gjithë, se nuk ka lezeti generalizojmë gjërat, po njerëz për shembull kështu soi jon, për shembull që kanë diçka, që bëjnë diçka, domethënë etj etj, mbasi largohen, domethënë kur kalon ai frisholli është zakonisht 2-3 vite. Edhe pse ti thonë të ngrihet një interes kështu kolosal për vendin, domethënë fillon që do që si mund të japun diçka, domethënë që si mund të bëjnë diçka. Është fenomen që e ndjen vetë gjithashtu? Po, unë në fillim kam qenë shumë se dukem kështu, dukesha biles anti-shqiptare gati me gjëra që thoja që ç'a bëhet ky vend, si kështu si ashtu. Po nuk ishte se unë nuk e dua Shqipërinë apo kështu, po është thjesht revolta, pra inati që kam unë, që pse unë duhet detyrohem, se ke parasysh ne bëhemi shumë nostalgjik për vendin, thua ti ne jemi larguar nga dheu, se si në 90-ën, më thënë, bëhet kjo ndjenja ndërkohë që është në fundit zgjedhje deri diku, po zgjedhje e detyruar. Nuk është Dhe të vjeni natë me vendin tënd që ti po detyrohesh që ta lësh vendin dhe të shkosh diku tjetër kur mund të ishe në vendin tënd. Dhe normalisht interesohesh më shumë se do ta dish orë prit se mos. Se shumica nga ne me duket se pavarësisht se ne dim shumë mirë pse sa ikëm, prapë jemi pak shumë in denial, nuk e pranojmë, domethënë siguri dim të gjitha arsyet pse ikin, edhe shumë akoma janë në kërkim dorë pse ikën vërtet. Pavarësisht ti di shumë mirë, domethënë se po të kishe studiuar një gjë në Shqipëri, do kishe asnjë lloj kushti. Në çata kuja. E ke parasysh? Do merren 5000 lekë kur do vjen në vetë aty tregon ka bakteri të jashtë apo jo, kështu gjëra budalliqe. E ke parasysh? Që ne edhe dim, po edhe nuk ja pranojmë veten se kjo është vetëm arsye. Kërkon gjithmonë diçka më shumë, domethënë që pse si tek edhe unë kam vërejë është të çuditshme, edhe akoma më e vështirë është pastaj që të shpjegosh njerëzve që janë atje, që si ndihesh ti domethënë. Po ti e ke ditur që doje të, më thon kur e ke ditur që doje të vije jashtë shtetit? Unë kam ditur i vogël fare, unë jam çik kështu. Pra ke qenë nga ato që po do ikë, domethënë do e gjej mundsinë dhe do ikë jashtë shtetit. Jo, se kisha me pjesën e jashtë, unë kam ditur që 6 vjeç unë do të studioj inxhinierim në Berlin. Po psikopat. Po ke parë në ëndër apo të erdhi frymashi? Ka 6 ditë fare nga iku na mendorja, nuk e di. Ka qenë diçka që thjesht ka ndodhur, domethënë kur kam qenë i vogël, e mbaj mend një miku i babitim. Okej, vetë. Studiuar ai ishte studiuar në Mëni, domethënë nuk e mbaj mend bitimin se emrin, edhe thjesht
Edhe kur më pyet ai, domethënë në balkon që çfarë do bësh kur të rritëri, kështu fjalë për fjalë, domethënë. Thonë që do thuash ti po kë nga e di ku çfarë është Berlini edhe. Interesant. Po. Kështu që, e kupton, por unë vë edhe shumë re tek njerëz të tjerë, domethënë që edhe ata që kanë ditur të studiojnë dhe ata që s'e kanë ditur, domethënë shumica ka zgjedhur diçka më të mirë se sa atje. Po. Se ne kemi pavarësisht se sistemi mësimor dhe këtu ka probleme, domethënë Nuk janë po që nuk janë atë nivel, e kupton, nuk janë Nuk të detyron profesorit të blesh librin. Nuk janë ato probleme ai bastardë, sa Shqipëria, se është për të ardhur keq atje. Është për të ardhur shumë keq. Është për çfarë, për të mërzit. Se këtu janë probleme, domethënë që janë vërtet probleme kështu politike brendshme në universitetin, domethënë që ti nuk je dakord se si mësuesi shpjegon mësimin. Që është problemi i mirë për të pasur, e kupton? Që mund të problemet botës parë këto, se ne jemi nuk do ta diskutosh në senat në një gjë, domethënë thua që duam kështu, duam ashtu, domethënë që këto bëjnë sens, bën sens tash, e kupton që futen njerëzit, shtaj vetëm program, shtaj vetëm marrin 4. Vetëm 5000 lekë merr 5. E ke parasysh është këto janë gjëra që ndodhin me Shqipëri, këto janë fatkeqësi, domethënë. Po njerëzit që mbarojnë tani, do ju sugjeroj të dilnin jashtë. Po. Por mendoj që nuk është keq ta mbash kokën brapa. Pra që thonë mos e mbaj kokën brapa, që ta mendosh, domethënë nuk do sugjeroja ditë jashtë dhe unë të vi më në këtë vend. Kështu kam pas thënë edhe unë disa kohë, kështu ke thënë gjëra, nuk vi. Nuk rrihet. Po do ta mbash kokën brapa se unë deri në vit të 2 gjimnaz unë thënë nuk ikë nga Shqipëria. Kam qenë patriote kështu, nga ato që futesha në debat. Unë kam qenë projekt gjerman, domethënë atë dhe të gjithë që kanë qenë në klasë tani janë në Gjermani. Nuk ishte kështu, kush ishte aty, ne ishim për t'ikur në Gjermani. Edhe unë thoja, po se do ikni ju? Po ikët, është bëhet Shqipëria. Po ikët ju, kush do e bëj Shqipërinë? Po ikëm ne, kush do e bëjmë Shqipërinë? Kështu. Me këto ide domethënë, dhe unë edhe me babin diskutoj edhe i thoja që domethënë se babi është do ikësh, më thashë, jo, nuk do ikë, unë do rri, ti pse nuk blen një soi diploma, diploma këtu me diplomë universiteti është, çështëm ka. Edhe babi më tha atë kur po ta them unë që jam i brëndshëm. Po, unë po të them ik. Pastaj sa vjen prapa apo jo, muhabet tjetër, po ik. Dhe nuk ka harroj kur kam marrë këtu në fillim, kam punuar kështu thashë që do bëj lekgjepi, domethënë, edhe si kam hostess, domethënë, merrnim palto kështu edhe po bëja muhabet me një goca, ishte më duket ardhur nga Turqia, kishte ardhur me prindrit tu. Edhe po më pyeste se ç'a bën kështu, ja sa kam marrë, unë kam marrë dhe fiksa, kam 17 vjeç, domethënë, një javë më vonë kam ardhur këtu. Kam marrë këtu, pse vetëm ka ardhur pa prindrit? Ç'a prindrit paska thashë të kanë çu. Më thënë, e bëri kështu sikur, qa prindri që të kanë thënë mikë, si me thënë. Edhe aty isha me vete, po kjo nuk e kupton që prindrit, më thënë, imagjino sa edhe në prinderve që thonë, okej, unë po e qoj fëmin tim, po të shty. Sa me pa eksperiencë është ajo, po. Po do me thënë, ajo ty më ka goditur që mirë një që, se ne dhe marim eksperiencën e rekshë, po imagjino të jesh prind dhe ti thua fëmijës të ndikë. Larg qoftë. Pra imagjino sa keq duhet të jetë, se asnjë prind nuk e do fëmijën e vet larg. Pra në çastin që prindi jo të thotë ti, duhet ikësh, sa ai e di më mirë. Dhe asnjë njeri, shikoj, s'kam dëgjuar një prind që të thojë që nuk është e vështirë domethënë. Okej, ata thonë që okej, ishte vendimi më i mirë i mundshëm. Po. Asnjëri s'ka bërë qef. Asnjëri? Po kush e çon fëmijën? Domethënë se ne kur të prandaj po them që për prindrit, sepse ti kur je 18 vjeç, do ikë në Berlin. Dhe nuk e mendon dhe këtë, nuk është vetë. Një nuse tani im. Edhe normalisht për prindrit është më e vështirë që thon unë se ai është veprim nuk është veprim altruist, sepse prindi në vetvete nuk përfiton që se të ka ty larg. Mundësisht do të financojë, do vuaj pastaj pjesën, po. Është një barë, domethënë që thjesht jashtron probleme veten në disa fish domethënë. Shqipëria do bëhet kur prindrit mos duan të çojnë fëmijët larg vetë, s'mendoj unë. Po do të jenë kushtet e tilla, e kupton se ti mund të jesh patriot sa të duash derisa arrin në një pikë kur e shikon që e ardhmja jote nuk e ka më të sigurt. Po. Ke parasysh? Kështu që ndonjëherë nuk është keq që në vend që ta sakrifikosh fëmijën tënde ta bësh martir të një sistemi të kalur, domethënë ose patronazhist ose shushuj qas o fllaqe,
thua që okay, unë nuk doja bëj këtë fëmijës tim, më mirë do shtrëngohem vetë, domethënë nuk e di se doja dal, po do të paktën do largohem në një vend që ai minimumi ta ketë shansin që të mendoj diçka. Në qoftë se ai del prapë asaj pallosh në fund për mungesë të një fjalë tjetër. S'do bësh ndryshe. Të na falin të gjithë balloshat, po që e kupton se nuk nuk është në dorën e tyre, po paktën është ajo ndjesia e mirë që do të bësh diçka më ndryshe. Pyetja e fundit fare, pastaj që mos ta zgjasim se thon apo ta. Çfarë po bëj? E me la fazan. Pse një student nga gjimnazi duhet të studioj këtë që studion ti, ose edhe çfarë interesash përputhen me këto lloj gjëra. Kur ke qef kështu gjëra për të kapur me dorë, për shkak kur je zakonisht kështu me çingla mingla, që merresh me cicive, ciciveti. E kam dëgjuar në për të. Ke prirje domethënë për këto gjëra që janë inxhinieri mekanike, këto kështu gjëra që janë domethënë si tipi lodra që lëvizin, domethënë që çfarë interesash duhet të kenë në zonën e tillë. Unë mendoj që një nga gjërat më të mira të bioteknologjisë është që shumë fush e gjerë. Pra ti mund të bësh se kjo që përshkrova unë dhe që bëj unë është kërkim shkencor mjekësor. Ti mund të edhe të punosh, të prodhosh birra. Domethënë se edhe birrat në vetvete është proces bioteknologjik, sepse birra vjen nga një specie specifike e kërpudhave. Edhe birrën po na e komplikoni tash. Jo, birra kështu ka qenë gjithmonë, është një nga proceset më të vjetra bioteknologjike. Sepse bioteknologjia është... Prandaj dua birrën. Po, vera. Po, buka. Që bëhet me maja. Domethënë majaja është kërpudh në vetvete dhe është proces bioteknologjik. Herën e parë kur kam dëgjuar që majaja është kërpudhi që ashtu. Edhe unë. Ç'a bëhet? Kërpudha ka formë. Miskonceptimi, po, e vërtet. Kështu që nëse je i pavendosur se çfarë do të bësh, dhe do të ndryshosh botën, ose do të bësh një ushqim më të mirë, ose do të kërkosh në det se çfarë ka, në det, çfarë peshish, çfarë ka, çfarë s'ka, domethënë ka një pafundësi mundësish për të zhvilluar në bioteknologji. Problemi vetëm është që Shqipëria, siç tham, nuk është për momentin shumë e zhvilluar në bioteknologji, kështu që për njerëzit që duan një të ardhmë sa më të afërt të sigurt në Shqipëri nuk do e sugjeroja. Po për interes të pastër, për të zbuluar, se bioteknologjia është një miks i inxhinierisë dhe shkencës, pra. Dhe ti pastaj e zgjedh vet, a do të bësh më shumë inxhinier apo do të bësh më shumë shkencëtar. Pra un kam bërë konstruksion, kam bërë shkenca materiale, kam bërë elektroteknik, domethënë kam bërë gjithë to lëndet e tjera, thjesht nuk ishin gjëra për mua. Kështu që ka për gjithë, pra, diçka për të bërë, prandaj mendoj që është shumë interesante, nëse të jepet për biologji, po themi, dhe nuk do të bësh mjek, mund të bësh bioteknolog. Imagjino, e di se ti po më thua që i ke pasur qef gjenet një kuriozitet. Ka qenë një kapitull në biologji të kjo. Klasa 7. Unë profesore Miranda nuk na bënte as të thjesht me atë. I ke shumë ato bizelet? E ose që del njëra e kuqe, njëra e rozë, një shumë. Akoma se kam kuptuar. Unë kam qenë mirë në përgjithësisht, domethënë si ka pasur unë biologjin ishte e gjëja e biologjia dhe historia ishin gjërat e vetme që unë i prekja me. Literalisht, domethënë që i lexoja, që i merr, lexoja ashtu si libër për shefin tim. Domethënë. Ishte një nga gjërat më të çuditshme. Po si që jemi me flok të verdha, me flok kafe? Po that's a lie, për shkak se unë kam qenë i vogël, kam pasur flokët më të verdha se sa çdo gjerman që shefsi këtu, e tani kam kështu musibet. Mira, i është thjeshtëzim, domethënë që si trashëgohesh, pra, sepse ka faktor që mund të jenë të aktivizuar për prash ajo dominant, recesiv, që janë ato pjesë. Po pra, me që pyet më bëj burr të veshka direkt. Më falni. Një mirë, na falni. Shu pra, unë them... E mbyllim? Ikim se mërzitet, qajmë. Na falni. Mirë që të gjua deri në fund, juve dini shumë mirë, subscribe, lini në një koment, bëjnë një pyetje Merea përgjigjet kollaj, është goxha easy going, është goxha shumë e thjeshtë. Kam edhe mikroskop në shtëpi nëse doni një gjë
të shikoni në mikroskop. Po seriozisht? Po, s'ta kam treguar? Jo, s'ma treguar. Kur të vish rreth në tani. Është në kuti, po. Deri herën tjetër miq, ky episod ka dalë në Patreon përpara se dalë nëpër Tok, kështu që kush ka qejf për gjëra të tilla, një abonim në Patreon, të keni early access edhe ato gjërat e tjera që janë të përshkruara atje. Plus që mundësi për donacionet na duhen lek, plak, kupton se kërkimi. Është ky kërkimi. Kërkimi kërkon. Po që kërkimi kërkon, domethënë edhe ne që mbështesim kërkimin, jo në vërtet, po që për ta përdorur si arsye, kemi mundësi donacionesh në PayPal, në Buy Me a Coffee Po edhe ai kërkime, se ti kërkon njerëz, pastaj edhe gjëra, resurse. E shikon? Da. Do ta kishe bërë ti këtë fjalimin. Se mund ta shisje pak më bukur, kupton. Për hatër të kërkimit, derdhuni mi. Po. Deri në tjetër, ju falenderoj gjithëve që dëgjuat edhe bashkë mirupafshim, Maria, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Buqim në bu, CH, CHI, bu, CHI podcast.